Situata e përmbytjes në jug të vendit është përkeqësuar ndjeshëm pasi lumi Vios ka dalë nga shtrati mëngjesin e sotëm pranë tregut të Gjës së Gjallë në afërsi të urës së Mifolit. Si pasojë, disa banesa në zonë kanë prezencë uji në pjesën e jashtme, ndërsa banorët janë njoftuar të jenë në gatishmëri për evakuim të mundshëm. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako deklaroi se niveli i prurjeve në Vios ka arritur në 7 metra, një limit që konsiderohet me rrezik të shtuar. Situata paraqitet në alert natyrisht sepse niveli i prurjeve në Vios është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në Mifol, ku është matja aktuale. Sigurisht që ka prurje intensive të Viosës që vjen nga Tepelena dhe nga Përmeti. Në qarkun e Vlorës, forcat e armatosura po punojnë për evakuimin e familjeve të prekura nga dalja e lumit Kalas, si dhe zhbllokimin e rrugës që lidh fshatrat me zonat qendrore. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, edhe lumi Seman ka dalë nga shtrati duke përmbytur tokat bujqësore, megjithse banesat nuk paraqiten rrezik të menjëhershëm. Probleme serioze janë raportuar edhe në Lezhë, ku argjinatura mbrojtëse nga Lugina e Kunevajinit është qarë duke shkaktuar përmbytje të tokave përreth. Hidrovori Itales ndodhet jashtë funksionit, ndërsa ekipi i emergjencave po punon me hedhjen e inerteve për të bllokuar çarjen. Rreziku është që i gjithë bregu i Matës të përmbytet. Rreshtet intensive janë shoqëruar dhe me stujere duke shkaktuar avari në 2 fidera të energjisë elektrike dhe lënë disa fshatra të Lezhës pa energji elektrike. Probleme me qarkullimin janë shfaqur edhe në Mirdit, ku aksi Bukmir-Reshen mbetet i bllokuar për shkak të rrëshqitjeve. Situata emergjente raportohet edhe në disa zona të Korçës, Kukësit dhe Dibrës, ku ekipet po punojnë për të rikthyer qarkullimin në akset lidhëse mes fshatrave. Në qarkun e Gjirokastrës, aksi Su-Poliçan është i bllokuar pas dëmtimit të një ure, ndërsa dëmtime të tjera janë evidentuar në rrugët Sheper-Poliçan. Në disa fshatra të Dropullit raportohet mungesa e energjisë elektrike si pasojë e motit të keq. Autoritetet bëjnë apel për kujdes duke theksuar se rreshtit pritet të vijojnë, ndërsa situata aktuale mbetet e paqëndrueshme në disa zona të vendit.